Ndërkohë që duke kujtuar të shkuarën, është shumë e vështirë sot, janë bërë shumë vite që t'ju flitet për të atyre që janë këtu gjenerata më e re, ata që erdhën dhe u bashkuan me veteranët në këtë tribunë si antarë të sapo regjistruar të Partisë Socialiste, as nuk e kanë idenë se çfarë ishte koha, rruga dhe sfida e Partisë Socialiste në krijimin e saj dhe në vitet kur të ishe antar i Partisë Socialiste ishte jo e lehtë dhe vinte me lloj-lloj kostosh personale, familjare, kosto të profesionale të karrierës. Shumë socialist nuk kishin të drejtën e një pune për shkak se ishin antarë të Partisë Socialiste. Dhe mua më kujtohet kur kemi bërë një takim pikërisht këtu në Elbasan dhe kam marrë mesazh nga një mësuese. Ne ishim në opozitë në atë kohë, nga një mësuese e cila më shkruante se ishte votuese dhe ishte antare e Partisë Socialiste, e më kërkonte ndjes që nuk vinte dot në miting, ashtu si edhe plot mësues të tjerë, pasi sot duket e pabesueshme, po kamerat, materialet filmike që publikoheshin në ekran, merreshin dhe shikoheshin njerëzit një për një dhe nëse ata që ishin pranishëm në takimet tona ishin në punë të shtetit, largoheshin nga puna. Kështu ishte në atë kohë.